deputeti I Partisë Smer, Luboš Blaha, Slovak, ka deklaruar se aktualisht midis Slovakisë, Hungarisë dhe Republikës Çeke, me iniciativën e kryeministit hungares Viktor Orban, është duke u farkëtuar një aleancë e re, e cila synon më saktë të kthehet në origjinalitetin e qëllimit të Visegradit, për të krijuar një balancë midis presionit të Brukselit, centralizimi që ne e quajmë, dhe sovranitetit të vendeve pjesëmarrëse. Tekstojmë që nga këto 3 vende, edhe Polonia, përfshihet nga ana e presidentit, janë të udhëhequra nga qeveri nacionaliste, populiste, konservatore. Kryesisht Slovakët kanë një qeveri socialiste, po ata e quajnë socializëm I fshatit. Socializëm një socializëm I tipit një socializëm nacional. Është një tip komunizmi moderuar, I cili synon sovranitetin e vendit, mos dhënien e themi autonomisë ose të drejtave kombëtare, mbrojtjen e sovranitetit në çdo mënyrë të tjerë. Po është social, nuk është socialist. Partia Robert Ficos. Në Hungari është Fides I Viktor Orbanit. Në Çeki është Andrej Babiš, I cili muajin e shkuar fitoi zgjedhjet, ndërsa në Poloni është presidenti në anën polake, I cili Polonia është pak a shumë se një republikë gjysmë presidenciale, ndosë jo me pushtetut, presidenti ka shumë fuqi në të. Dhe është kryesisht Karol Navrocki, I cili ka marrë mbështetjen nga Konfederacia dhe nga partia PiS, ose drejtësi dhe rrep. Si quhet. Fakti qëndron në 3 aspekte kryesore. E para është gazi, nafta dhe energjia ruse, cilat vendet e Vishegradit, si dhe shumë vendet e Evropës lindore kryesisht, flasim si Serbia, Bullgaria të tjerë, janë shumë të varura. Edhe kërkojnë ta zhvillojnë, duke qenë se është një energji shumë e lirë, shumë kompakte dhe në bazë të fjalëve të tyre, pasi askush nuk mund të flasi dot, por në bazë të fjalëve të qeveritarëve dhe të kabineteve të tyre, Rusia është treguar për pikët në dhënien e dërgesave, s'ka pasur vonesa, kanë qenë gjithçka nëse ata siç ka thënë, siç edhe tha zoti Siatro gjatë konferencës së Minskut, kur ata kanë dashur më shumë, kanë marrë më shumë, kur ata kanë dashur më pak, kanë marrë më pak. Pra Rusia I ka mbyllur, le të themi, të gjitha klauzurat e marrëveshjeve. Ka qenë për pikë. Gjë që ka krijuar dhe besimin te këto vende, që është një partner I besueshëm. Plus fakti që Rusia ka një pozitivitet në këtë aspekt, që Rusia nuk ndryhon në punët e brendshme kryesisht. Nëse Rusia nuk shikon kërcënim për punët e saj të brendshme, nuk ndryhon. Duke marrë parasysh që Hungaria, Slovakia, Çekia, kryeministri Iri Babiš ndajnë pikpamje si të presidenti Putin për sa I përket një çështje tjetër të rëndësishme, që këtu fillon dhe konfrontimi I dyne me Brukselin, që është përfshirja në konfliktin në Ukrainë. Ata e quajnë që nuk është puna jon, Ukraina nuk është në NATO, nuk është në Bashkimin Evropian, që neve nuk na intereson, në saktë nuk intereson është një fjalë e fortë, por le të themi që nuk është një obligim I joni që ne duhet të shkatrojmë ekonominë tona, siç po ndodh aktualisht me shumë ekonomi evropiane që me fillimin e sanksioneve, vetëm për të suportuar një vend nga I cili edhe nëse ndodh që konflikti mbaron dhe ata do të hyjnë në Bashkimin Evropian, më shumë do të hapin probleme, sa do të hapin dyert të reja bashkëpunimi e të tjerë. Ndërsa Rusia ka qenë do të bëhet gjithmonë pjesë e Evropës. Është vendi më I madh në Evropë, është fshinjë jon në shumë aspekte. Në Poloni kemi Kaliningradi. Nga qyteti në Kaliningrad është diku shtator. Ndërsa për të vajtur në Ukrainë është pak a shumë 11 dhjetor. Me thënë, afër Rusia se sa është Ukraina. Në një farë mënyre kjo duke se ka thelluar dhe thyrjen për të Bashkimit Evropian. Flasim midis bllokeve pro paqes, pro dialogu dhe të pranimit faktit që lufta dështoi. Sanksionet dështuan, nuk kanë punuar. Rusia vijon avancimin, do se ne kemi theksuar që këto janë fitore pirojke që Rusia po I paguan shtrenjtë si në njerëz, si në materiale, si në dëme, pra pavarësisht çka quhet avancim. Ata po vijojnë avancimin, ata kanë fituar gjatë fundjavë 2 avamposte fort të rëndësishme, sidomos Pokrovsku, I cili ka, le të themi, shkaktuar një thyrje të madhe të forcave ukrainase në frontin juglindor të saj, në Donetsk dhe Lugansk ose Donbas quhet. Dhe kjo duke se
po e thyen gjithmonë më shumë moralin e këtyre vendeve ose le të themi mbështetjen. Kto nuk ka qenë mbështetje të zgjarta, po edhe nëse ata kanë pas pak neutralitet, kjo gjë ka marrë fund. Qartë. Dhe kjo është për hapur vetëm me këto 3 vende. Do ta theksojmë. Presidenti polak Karol Nawrocki e ka bërë të qartë që ai nuk do të hyjë në aventura ushtarake në Ukrainë, nuk ka ndërmend ta bëjë këtë gjë, as të godas dronët rus në Ukrainë të tjerë, pasi nuk ka ndërmend ta zgjysë Poloninë në një luftë të tretë botërore sërish, pasi ne dimë se ç'a ndodhi në luftën e dytë botërore me Poloninë. Po. Bullgaria ishte vendi I cili promovoi madje hapjen e hapësirës së Evropës për presidentin Putin për takimin në Budapest. Malezi, një vend I NATO-s, gjithashtu e propozoi këtë, për ata janë pro paqes. Slovenia madje në këtë muaj Slovenia është dakordsuar se do ketë referendum për të dalë nga NATO. Slovenia do të bëjë referendum për të dalë nga NATO? Po, është diskutim që është bërë në parlamentin sloven. Slovenët kanë theksuar se mos partia në pushtet, do sa ata janë liberal pro-evropianë të tjerë, ata kanë theksuar që NATO apo del nga objektivat e saj, pra ne nuk po mbrojmë më demokracinë e vlerat tona, ne po mundohemi patjetër të hyjmë në një konflikt me një superfuqi atomike. Gjë që për Sloveni, një vend I vogël me ushtri të vogla të tjerë nuk është benefit. Ne kemi suportuar NATO-n, pasi NATO është organizatë mbrojtëse. Në këtë rast NATO ka dalë totalisht nga ana mbrojtjes. Pasi kush rrezikoi NATO-s në këtë mes? Është një vend, Ukraina nuk është vendi I NATO-s, Ukraina nuk është vendi I Bashkimit Evropian. Ukraina nuk ka as partneriteti për paqen me NATO. Asgjë, e ka Azerbajxhani, po jo Ukraina. Pra nuk kemi asnjë obligim. Ne dhamë ndihmën, u dhanë Panterat, u dhanë Jaguarët, u dhanë Himersat, u dhanë avionët, helikopterët, u tha ofensive parë, ofensive dytë, do hymë në Kursk, e thyem, po bëhet rebel, ai do t'i bëjmë. Gjithë vinë si janë ngjarjeve. Që nuk ndodhi. Po vjen 4 vite. Qartë. Për një muaj është 2026. Qartë. Pra për 3 muaj mbushen 4 vjet luftë. Dhe në 4 vjet luftë asgjë nuk u arrit. Miliarda të hedhura, janë mbi 20-50 miliard euro të hedhura. Ndërsa buxheti I Ukrainës u plotësohet nga Bashkimi Evropian. Taksa paguesit evropian paguajnë për Ukrainën edhe për veten e tyre. Pra slovenët nuk e kërkojnë më këtë gjë. Dhe është vendosur që anën nëntor, anën dhjetor të këtij viti do bëhet referendumi kombëtar. Do se diskutimet janë shumë të ashpra. Ata kanë kërkuar që gjatë të shkojnë në referendum, ka marrë miratimin e parlamentit. Dhe njëkohësisht është theksuar edhe nga këto 3 vende për të kthyer tek Vishegradi, për ta përmbyllur avashësh. Dhe Slovakia dhe Çekia. Po. Në Çeki sidomos janë rritur shumë forcat anti-NATO politike, që kërkojnë daljen nga NATO. Nëse NATO shkon në një konflikt me Rusin, atëherë shumë politikanë çek, sidomos e krahut djath, ka kërkuar të dalin direkt nga NATO. Pasi ne nuk jemi në luftë, ne do të hyjmë në një luftë të re, ne nuk kërkojmë konflikt me asnjë vend tjetër. Nëse ne suportojmë, atëherë do të thotë që ne do të japim suport as sa qendron suporti. Po nuk dalim jashtë kornizat. Dhe për ta përmbyllur fjalën, ky grup është pjesë e Patriotëve të Evropës, në grupit politik në Parlamentin Evropian, krahu I djathtë I kaq I quhet. Po. Dhe qëllimi në vetvete është që të krijojë një balans kundër hegemonisë, le të themi, të forcave leftiste, liberale, neoliberale, të gjelbra. Grupi, le të themi, që është kryesisht I vlerave liberalo-perëndimore. Dhe kjo që përhapet në gjithë Evropën lindore, dhe duhet theksuar që kjo po krijon një lloj fragmentarizimi brenda Evropës. Pra, ne kemi një Evropë perëndimore kryesisht me problemet e emigrantëve, të mbushur me emigrantë, siç e dim krizën që po kalon Italia, aktualisht Franca, Britania e Madhe, sidomos me të jashtëligjshmit, emigrantë jashtëligjshëm. Një Evropë perëndimore e cila është zhytur shumë në këto kontradiktat sociale ndërmjet propagandave radikale të djathta të majta dhe atyre LGBT, pro abort, pro kafsh, çfarë ata kanë, pro kafsh shtëpiake gjatë këtij lloji. Mjedisore etj, po. Ndërsa në Salindja po kthehet në, le të themi, një bastion të lëvizjeve konservatore, i quajmë. Me karakter pro familjes, pro natalitetit, vlerave normale të saj, pro vlerave fetare evropiane, pro kulturës, pro sovranitetit kryesisht. Qartë. Dhe ideja është që është përmendur shumë sidomos dhe në Beograd së fundi, që aktualisht Evropa është kthyer në një lloj Jugosllavie të viteve 80.
pra veriu më vete, jugu më vete, lindja më vete, dhe sipas edhe shumë diskutimeve që kam dëgjuar së fundi në media, asnjëherë poshtë Jugosllavia dhe në Sloveni është përmendur, duhet të shpresuar që nëse ndodh që premisat duken të larta që Bashkimi Evropian do të fondojë si Jugosllavia në 90-ën, pra të coptohet ose të ketë dalje të tjera pasi janë rritur zërat për një Huksit ose një dalje të Hungarisë ose dalje të Rumanisë. Edhe ato janë përmenduar se të Bullgarisë, ku nivelet e euroskepticizmit në Rumani janë shumë të larta, janë mbi 60%, pas njerëzit janë të zhgënjur. Duhet të shpresuar që të paktën nuk do të përfundojmë si Jugosllavia në vitet 90. Pra në luftra, konflikte të tjerë. Do se këto vende duke se po e theksoj dhe njerë, po thellojnë lidhjet bashkë, dhe Vishegradi synimi i saj është të krijojë pak a shumë si Open Balkan, po më të thellë akoma. Një forcim më të madh të marrëdhënieve, që nëse do të ndodhi nesër pas nesër, që Bashkimi Evropian do të pushojë një farë mënyrë të ekzistuarit, do të ketë kondërshtet të forta, Vishegradi do të jetë një organizatë, dhe të themi fëmijë i Bashkimit Evropian. Gjë që duket se ka marrë edhe promovim nga shumë çështje politike. Dua të hidhemi tani tek çështja tjetër, nga ne folëm që parë për Korenë e Veriut dhe kemi folur shumë shpesh për Korenë e Veriut, por tani do të flasim pak edhe për Korenë e Jugut, sepse ndodhin gjëra të çuditshme Elianos, duket sikur Korea e Jugut dhe Japonia, dy bastione amerikane të padiskutueshme në gjeopolitik, kanë shfaqur interes që të afrohen gjeostrategjikisht me Rusinë. Apo ndryshon balanca gjeopolitike në Azinë e largët, në linjën e largët, në ato, po them, e përsëris bastione amerikane? Ma shpjego pak këtë çështje. Atëherë, fillimisht me Japoni. Me ardhen në pushtet të presidentes, kryeministres nacionaliste Sanae Takaichi, një nga pikat kryesore të fjalimit të saj të inaugurimit ishte zhvillimi, vijimi i dialogut me Rusi, i cili duhet theksuar vazhdon që prej vitit 1945, pra është një kohë gjatë që ato diskutojnë për t'i dhënë fund luftës. Ato pak a shumë si Shqipëria me Greqinë, akoma nuk kanë bërë traktat paqe së bashku, për shkak të le të themi kontradiktave që ata kanë me ishut kurile në pjesën jugore të oblastit të Sahalinit, ku Rusia këto ishuj ka në farë mënyrë aneksuar gjatë thyrjes Japonisë dhe I ka marrë si bazë sigurie që nëse Japonia do të kërkonte një lloj ekspansioni të ri, militarizimi I ri, ato do të ishin gati si vija mbrojtëse, që mos kishim një konflikt të dytë ushtarak që do të shkonte deri në Sahalin, Vladivostok, Mançuri e të tjerë. Kjo është pak a shumë logjika e kohës. Por me kalimin e viteve ato u integruan në Bashkimin Sovjetik, në Rusi sot, dhe quhen pjesë përbërëse pas shpërblesjes së Bashkimit Sovjetik të Federatës Ruse. Japonia këtë nuk e ka pranuar kurrë. Ata akoma I quhen ose territoret të okupuara ose territoret e Veriut që duhet të kthehen mbrapsht. Ideja e kryeministres Takaichi është kryesisht të thellohet dialogu deri në arritjen e një paqeje. Pra ajo ka thënë që koha për paqe ka ardhur dhe ajo është e vendosur për të shkruar një paqe me Rusinë, për t'i dhënë fund le të themi dispozitave të luftës që vazhdojnë që nga viti 1945, edhe për të hapur një kapitull të ri në marrëdhënien midis dy vendeve. Duke theksuar edhe me popullsitë japonike që ndodhen në Sahalin e të tjerë, që Japonia I ka promovuar që me fillimin e 2022-shit me konfliktin në Ukrainë, dihet që marrëdhëniet pothuajse vajten në zero midis dy vendeve. Kështu që ata kërkojnë tani që t'i rikthejnë suportin e Japonisë në ato minoriteteve, mbrojtjen e trashëgimisë historike japoneze në Sahalin edhe në zonat e Kurileve, dhe të shkruhet një paqe që të arrijë një, le të themi, një dakordsim me themele të përbashkëta, që do t'i krahasë të dyja palët. Ndosë Rusia ka bërë të qartë që ata nuk do të triqen mbrapa, nuk do të ketë as edhe një le të themi kthim territoresh,